Nga zhvillimet sot në Shqipëri, kryeministri Sali Berisha tha se institucionet duhet angazhohen për t'i kthyer përgjigjet e plota çështjeve të ngritura nga ekspertët e Komisionit Evropian në raportin e tyre të fundit për çështjen e liberalizimit të vizave. Raportet, si i keni parë, janë shumë objektive. Zotërit e dërguar nga Komisioni dhe që përfaqësonin vende ndryshme, patë rastin t'i prekin gjërat në vend, ju ftoj që gjatë gushtit raportet të studiohen, përgjigja ka fatin e vetë të përcaktuar, se kur do të fundi muajit, mos gaboj, që u kthejnë përgjigje. Në muajin maj, Komisioni Evropian propozoi zyrtarisht heqjen e regjimit të vizave për Shqipërinë, duke kushtëzuar atë me përmbushjen e 3 çështjeve që lidhen me përpunimin e një strategjie për imigrantët e riadësuar, sekuestrimin e aseteve të krimit organizuar dhe forcimin e kapaciteteve në luftën kundër tij. Në mesin e muajit korrik, një grup ekspertësh ishin në Tiranë për të parë plotësimin e këtyre kushteve dhe kanë kërkuar sqarime për disa çështje që lidhen me to. Komisioni Evropian pritet të shprehet përfundimisht në muajin shtator dhe më pas do të jetë Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian, të cilët do të përcaktojnë edhe datën e hyrjes në fuqi të vendimit. Çështja e liberalizimit të vizave është përfshirë në rendin e punimeve të mbledhjes së muajit nëntor të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian.